ka ardhur me një herë, me një tjetër mirëmëngjes plot dashuri nga Këndi i Negatimit në Vila 24. Mirëmëngjes, buzëqeshja ime. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ftoj këtu te Këndi i Negatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. E premte sot, byreku i javës. Ska se Por si jo mendojmë vetëm. për fundjavën sot. Do të bëjmë byrek me presh, por jo vetëm, do të shikojmë edhe përbërësit e tjerë që do ta duhen për të përgatitur këtë byrek. Siç e shikoni, ju kam vendosur preshët që të zbuten, u kam hedhur dhe pak qumash që të ëmbëlsohet preshi akoma edhe më shumë, që t'i kemi gati. Por siç e shikoni këtu kemi edhe pul që do të bëjmë pul fshati me jufka. Dhe kur kemi sigurisht që bëhet edhe me 3 përbërës. Kur kemi një pul fshati, vetëm pul, gjarp dhe jufka. Kaq. Asnjë gjë kripa tjetër, krip edhe piper, vetëm këto janë përbërësit. Nuk unë për veten time, kur kam një pul cilësore, s'ka nevojë që të shtoj asnjë gjë tjetër. Në rast të kundërt, nëse keni domethënë dhe nuk e keni mundësinë për gjetur një pul fshati, sigurisht që mund të gjeni një pul tjetër dhe të aromatizoni me aromatizues të ndryshëm që i shkojnë mishit të pulës, për të bërë atë lëngun e shishëm. Në rast të kundërt, këto që ju tham, por nuk do të ngelemi këtu, do të kemi dhe një sallatë ngrohtë, të cilën do ta bëjmë me spinaq, një spinaq që do ta kemi jo vetëm spinaq faktikisht, se unë e kam menduar me spinaq, por mund të bëhet akoma edhe me mix lakrash, e njëjta recetë, që do ta bëj, domethënë do kemi djathë të bardhë, do kemi hudhër, lëng limoni, lëng portokalli, në i pak mustard, për ta sill pak si më ndryshe atë sallatën e ngrohtë që të bëhet shumë e mirë edhe shish, me lëngun e limonit patjetër. Nëse doni lëng limoni, lëng portokalli, ka kombinim të mirë të pjesa e spinaqit dhe është shumë e domosdoshme sepse spinaqi e do atë vitaminën C për të përthithur hekurin që përmbas spinaqit. I tham këto dhe të rikthem këtu tek pjesa e preshit, që ka përthithur edhe qumshtin që unë kam hedhur, pasi e kemi filluar fillimisht të zbutet. Do t'i shtoj këtu brenda edhe pak gjarp, sepse do të bëjmë atë mbushjen. Dhe byreku me presh është shumë i shishëm, që është e vërteta, plus që jemi dhe në sezon, pra si që kemi parë gjatë gjithë kryesisht këto 2 javët e fundit, recetat kanë qenë të përshtatshme me stinën, jo vetëm sepse duhet të shfrytëzojmë serzavatet e stinës, por edhe sepse natyrshëm, ftohja e motit, dita më e shkurtër dhe të gjitha këto rrethana në përditshmërinë tonë na bëjnë që të orientohemi drejt gatimeve të tjera. Pra duket se preshi shkon mirë këtij sezoni që ne jemi. Në fillim të javës e kemi nisur javën madje me një supë me kungull portokalli që e gjeni në YouTube. Pra jemi tek ato pjatat e ngrohta, nëse mund t'i quajmë kështu, edhe sallatën do ta sjellim të tillë, e natyrisht që edhe jufkat ashtu menjëherë sapo dalin nga furra të aromatizuar edhe me një pul të do t'ishin një pjatë shumë e shishme dhe preferuar për ditët e fundjavës që kemi në vazhdim të shtunën apo të dielën, që i quajmë edhe si dita e drekës të familjes ndër të tjera, se duhet të themi të vërtetën në fakt, përgjithsisht një pjesë e mirë e familjeve, duke qenë se gjatë ditëve kanë angazhimet e veta të shkollës, të punës dhe oraret jo gjithmonë na përkojnë për të qenë të gjithë në të njëjtën orë të ulur mbi tryezë, pra shpesh na ndodh të ham në orare të ndryshme, kush vjen i pari në shtëpi, dhe mbetet fundjava. Ajo që na bën të gjithve rreth e qark të avolinës dhe shijojmë kështu edhe gatimet e bëra plot dashuri në shtëpi, ide të cilat Katerina jon ju a jep 5 ditë të javës nga 2 e 3 receta të ndryshme, kështu që me qenë se e përmenda, po e rikujtoj kanalin zyrtar në YouTube, News 24 ose Vila 24, aty keni edhe Këndin e Gatimit, dhe unë e quaj një arkiv në fakt shumë të shishme, e cila nëse fillon edhe kërkon humbet aty brenda ai shumë alternativa kuzhine dhe shijesh ju vinë çdo ditë nga Kati. Atëherë të dashur Anvisa, siç ju tham, preshi duhet të grihet holl, vendoset fillimisht që të zbutet, lëshoj domethënë ato lëngjet, të marrë një zbutje. Dhe më mbrapa këtu kam shtuar pak vaj, pak gjalp. Edhe kripa tjetër, se kripa është ajo që i zbut. Edhe këte kripa tani duhet të kemi kujdes, sepse do të shtojmë edhe djathë. Dhe unë tek ky lloj byreku me presh, do të shtoj vezë, do të shtoj qumësht, kosë edhe djathë. Pra janë këto përbërësit të cilët i japin shumë shije. Pasi kemi kavërdisur dhe kemi zbutur, i heqim, hedhim në një tjetër që të na ulet pak temperatura. Ndërkohë,
Dua t'ju tregoj këtu për punën e petëve, shikoni këto petët, shiko si hapen. Nuk atë që them gjithmonë, nuk jam unë ajo që i hapë, është mielli ai që e bën, domethënë në shumë të lehtë punën në kuzhinën tuaj, sepse është një miell që punohet shumë mirë, domethënë thjesht me ujë, me kripë, nëse doni mund të shtoni edhe një lugë uthull, përveç se 2 lugë vaj, 1 lugë uthull, 1 lugë të çajit krip në 400 gram miell, i punoni dhe ujë sa të marrë them unë, faktikisht e shikoni me sy sa të bëhet një brum, por jo shumë i fortë, një brum i butë. E lëni të qetësojë të paktën 20 me 30 minuta dhe pastaj i hapni në kuleç të vegjël, doni në 12, doni 16, sa më të vegjël, aq më të mirë, domethënë bëhen këto petët. Dhe të shikoni këto petët të cilat pastaj më mbrapa do i meni kështu, një nga një dhe i vendosni, si të shojmë tani se si do t'i vendosim ne. Duke parë, ose i kapni të gjitha bashkë 6 apo 7 se si keni bërë ju kuleçët e vegjël dhe vendosni petën poshtë, domethënë masë poshtë 6-7 edhe 5-6 lartë. Okej. Të bëjmë tani mbushjen, këtu kam të pjesën e djathit. Atëherë kemi zgjedhur Se kam djath lufra. djath lufra, djathin e deles. Okej. E djathi deles në fakt i bën pak më të shishme. Tani ta soktoj kështu unë me që e kam të hapur. Okej, dhe aq është asia që do të na duhet për të përgatitur. Pra byreku me presh do bulbet brenda. Kemi përmendur gjalpin që pa diskutimi duhet si për t'i dhënë shija ashtu edhe për ta ndihmuar, na duhet djathi i bardh, qumshti gjithashtu që ndihmon në zbutjen edhe i të dhënë ritëm vëlsi preshit që Katina e tha në fillim, ndaj të gjitha këto produkte dhe shumë të tjera të bulmetit ne i zgjedhim nga kompania Lufra. E di që edhe ju zgjidhni të tilla. Sigurisht që baza mbetet qumshti, ai që ne përdorim më shumë, apo kosi, apo gjalpi, por në logon e Lufrës, sepse dhe kjo e mbyllura e fortë është çështje sigurie, që produkti të qëndrojë sa më i sigurt derisa të vinë në shtëpinë tuaj. Për një jetë plot të mira, Lufra është çdo ditë pranë jush në të gjithë Shqipërinë, kudo, në çdo market dhe në çdo pikë që zgjidhni për të bërë pazar. E ndërkohë që vezën e kuqe ma shtoi Kati brenda, se ishin vendosur këtu pranë njëra tjetrës, një të bardhë dhe një të kuqe, sepse Ovital na vjen në të gjitha formatet, në paketime nga 8 deri në 15 kokra, në ngjyrë të kuqe apo të bardhë, cilësi në 4 stil, veza më e freskët që ju mund të gjeni në treg, për të nisur e për të vijuar ditën tuaj plot shëndet, edhe vitamina, edhe proteina që kokra e vogël e vezës i mbart këtu brenda në mënyrë të veçantë kur vjen kështu super e freskët në logon e Ovital. Meqenëse kemi përpara fundjavën, do dilni nga shtëpia, do bëni ndonjë piknik me fëmijët, do bëni ndonjë vakt të shpejtë se ndoshta ju kalon dita jashtë e s'keni kohë të gatuani, zgjidhni salcishet e pulës Vudi, salcishet të freskëta, plot shije, të cilat vinë përsëri duke ju përshtatur konsumatorit në paketime të ndryshme, gjithashtu të mbushura edhe me djath, janë shumë të shishme edhe bëjni edhe ju pjesës fundjavës apo ditëve tuaja. Byrekun tham, ato petët hapen vetë dhe Kati thot që nuk jam unë që e bëj brumin, ka ishtë të mirë dhe petët ka ishtë të mira, por është mielli që përdor. Mielin për çdo përdorim kemi përdorur sot të përgatitjen e këtij byreku, mielin Ola nga kompania Atlas, kur, siç po shohim së bashku në ekran, jo vetëm mielli për çdo përdorim, por edhe plot paketime të tjera të përzgjedhura me shumë kujdes, duke ardhur në ndihmë të gjitha kërkesave të konsumatorëve vinë në logon e Atlas. Kështu po i bëjmë negatimet tona sot, ndaj nëse po pristim e një herë Katerinën të na tregojë se si do të vazhdoj puna, koha është e gjitha këtu bashkë me vëmendjen. Atëherë të dashura Anvisa, këtu kemi hedhur djath, kemi hedhur vezë, kemi hedhur edhe kos. Është për kjo përzierja, pak kripë, domethënë duke shikuar për pjesën e kripës, e shikoni juve keni hedhur te pjesa e preshit, nga puna e djathit, kështu që duhet kemi kujdes edhe për punën e kripës. Unë do t'i hedh, këtu kam shkrirë edhe gjalp, 1-2 lugë, sepse kam hedhur edhe te preshi pak gjalp, kështu që dhe për yndyrën, e duam yndyrën, por në masa. Po, patjetër. E përzijem tani këtë. Dhe këtu do t'a kthej që të më përzihet duke ulur temperaturën. Dhe kjo do jetë harxhi që do t'na duhet për byrekun. Po. Okej. E trazojmë. Dhe
me njëherë, tek tava kemi shtruar gjysmat e petëve, ndoshta një petë më tepër, Po. dhe jemi me njëherë për të shtuar edhe pjesën e Pra, argjit. shtresa e fundit është ajo që do të mbaj mbushje, kështu që gjithmonë është një petë ose dy petë më shumë në tavë. Qumshtin e kemi hedhur në momentin që kemi vendosur, do me thënë, preshët të na zbuten. Po, ndërsa në mbushje kemi shtuar kosin. E ka marrë shien, do me thënë, edhe zbutjen nga qumshti. Edhim këtë masën që neve kemi pregatitur, vetë një byrek shumë i mirë. Edhe për fundjavë është goxha i mirë. Byrekën mund të pregatisim neve, kështu si që i kemi, i lëmë që të ftohet, dhe i vendosim, nëse ato që kanë mundësi, për shumë, dhe vendosim në ngrirje, edhe e nxjerrin edhe vendosin direkt për të pjekur. Po, Nëse në duan fakt të bëjnë zgjidhesh, dy. ky organizimi i fundjavës është gjysma e punës së javës që ndihmon në zonja, që do duhet të gatuajnë. Gjë që shpesh zgjidhet me orët e darkës, po ndërkohë në fundjavë merr një organizim të mirë në kuzhinë. Pra, bëjmë që bëjmë petë, le të bëjmë dy byrek të ndryshëm, pse jo edhe të njëjtin e lëmë në ngrirje të papjekur siç ka ti tha, dhe e pjekim kur të kthehemi nga puna, apo në një moment që s'kemi mundësi të gatuajmë diçka. Një mund ta bëjmë me presh, një mund ta bëjmë me djatra, me gjizë, me Po, që shumë i mirë bëhet edhe edhe ashtu. ashtu. Mirë edhe ai. Pra, ka mënyra, do me thënë, për të pregatitur gjëra, por jo vetëm. Tani, Po. për punën e këtyre petëve që unë ju thash pak më përpara, i vendosim këtu edhe i ndihmojmë, i hapim në këtë mënyrë. Nëse doni t'i bëni një nga një. Këto janë të bërë, do me thënë, me yndyrë, Dhe hapen. hapen kollaj, pra i hapim dhe i spërkatim me pak vaj edhe me pak niseshte. Nëse tani neve nga dritat edhe mund të mos na hapen një nga një, Po, sepse ambienti i ngrohtë ndikon patjetër të por brumi. në shtëpi, edhe kështu, si që keni, mund t'i hapni një nga një dhe të bëni me pak mbushje dhe t'i bëni byrek të, si thuash, për një person. Me që kam hedhur pak nga ky gjalpi është, përveç se i shkriferon Po sa aromë petët, të mirë ka? edhe Kur shkojnë gjalp në shtëpi, se çmë një aromë të këndshme. Kuzhina. ja, edhe këtu që u bashkua, shiko si hapen. Prap shkëputen nga njëra tjetra. Shkëputen, po shkëputen, sepse thash është mielli ai që është miell shumë i mirë. Anila, duhet të kemi pak djathë, sepse me që këtë kore, Çfarë do? se ka raste për shembull që këto petët bëjmë pak më të plota edhe neve i presim që t'i kthejmë. Po unë nuk do t'i pres, po do t'i vë pak djathë kaçkavall rreth e rrotu. Të duhet djathë? Po, duhet djathë i grirë? Apo djathë- kaçkavall normal? Jo, djathë i gri, ka brenda. Okej, kemi në frigorifer. Duhet të ketë në... Nuk e gjej. kam poshtë, Anila. Poshtë, okej. Na falni se nuk para e hap në frigoriferin. S'ka gjë, le tjetë ashtu se E gjeta. në rregull. Po kështu është, Katerina ja ndron vendet. Për këtë po flistim. Tani, Djathi kaçkavall i grirë i lufrës përsëri. Se më ka shkuar sipër, po ja. do t'i hedhim dhe pak vaj. Tani, Anila, gëshërët. E ka vetë kjo, vendin ku hapet. Patjetër. Mirë, unë duhet Janë t'i kam praktike me gjërat e ndyrna, lufrës. kështu që... Po, faleminderit. Tani s'ka gjë se unë do t'a hedh kështu. Kjo bëhet që petët që janë më të plota, të shijojnë nga djathi dhe mos t'jenë të thata. Pra ti thua më shumë do preferojmë të ham këto anësoret, koret pastaj. Jo, tjetër shije kjo. Një dhe pak. Sa ka kuzhina, Shiko, këto gjëra ndodhin duke i shiju, do me thënë duke bërë nga herë, do me thënë mendon njeriu. Si ta Nëna sjell tona, ndryshe. për shumë, kur dilin pak si të plota ato petët e anët, i prisnin. po.
që mos të ishin shumë kështu. Tani, me ndihmën e kësaj, do me thënë që bëjmë tani me djathtin, to nuk ka nevojë t'i presi, sepse bëjnë shumë të shishme. Ose edhe mund t'i spërkasim me qumësh dhe kjo është një mënyrë, po në mënyrë të veçantë kur përgatisim petë të gatshme, se ato janë pak më të thata, po themi. Ndërsa petët që janë bërë me miell vetë, me duar tona, janë gjithmonë më të buta, më të shkrifta, dhe ai është byreku që ne quajmë tradicionali. Po. Edhe dua t'ju them këtyre vajzave të reja, faktikisht është mirë që t'i përgatisni vetë, sepse ky lloj mielli është ai që ju thash që ju ndihmon kaq shumë që nuk ka nevojë edhe ti bëni me atë pecin që bënim dikur, edhe me këtë rulin. Se tash role. S'ka gjë. Fjala role nga rul të vjen. Gjë rrotulluar. Tamam ashtu Anila. Okej. Ja dhe pak këtu. Një byrek që bëhet edhe shpejtë, sepse edhe mbushja nuk kërkon shumë kohë. Jo. Preshi gatuhet lehtë, i duhet thjesht të zbutet, po. Dhe bishtat e preshit mund t'i përgatisin vetëm me miell misri. Po. Përsëri me qumësht. Mund t'i hedhin qumësht, kozë, djath, çfarë të duan. I përzihem të gjitha bashkë edhe i vendosim në furrë. Tani ajo që ngele do t'i hedh pak vaj tani. Madje do t'i hedh se kemi hedhur gjatë, po se do pak si do pikem petët pastaj. Atëherë, në pjesën e parë, ku ne kemi përfunduar rreth 3-4 minuta kohë për ta mbyllur, do qëndrojmë tek byreku e do shpjegojmë më pas çfarë do të bëjmë gjatë shkëputjes, por themi edhe e vendosim në furrë, si gjitha byreket e tjerë, 180 gradë dhe do ta lëm për 40-45 minuta. Okej. Shumë mirë, kujdes duart, e vendosim në furrë edhe presim të na priqet jasa thjesht. Sollëm një byrek i cili do shumë pak kohë. Ne sollëm me presh sot, ju mund ta bëni edhe në mbushje të tjera, por që shijon shumë. Tani, do të kemi një sallatë të ngrohtë dhe jufka me mish pule për të bërë, por përpara se, unë do të doja të shohim pak recetat në ekran të treja dhe t'i lexojmë të shkruara. Byrek tradicional me presh. Për brumin na duhen 400 gram miell, 1 lug uthull, 2 lug vaj, 1 lug krip, ujë të vakët, ndërsa për mbushjen do të na duhen, pra ju e pat, thjesht mbani shënim tani, 500 gram presh, 1 fixhan qumësht, 1 fixhan kos, 2 vezë krip, vaj edhe gjalp. Receta tjetër është pul me jufka dhe e tham që është një recetë që shijonaj shumë dhe ka pak përbërës, siç është pula, 1 pako me jufka, 3 lug gjalp, krip dhe piper. Më thjesht nuk ka. Salat me lakra e djath do tjetë receta e tretë që do të përgatisim në pjesën e dytë të gatimit për sot, me 1 kg mix lakrash, 3 thelbinj hudra, 1 lug mustard, 1 limon, vaj, krip, piper dhe djath të bardhë. Shumë të mira, edhe shkojnë me njëra tjetrën të gjitha këto. Po, pa tjetër. Pra, salata me byrekun, ose jufkat me salatën, ose jufkat pa gjë tjetër, byreku me ngot kos lufra, i bëm kombinimet, por kjo mbetet në shijen tuaj. Kur marrin dhe përgatisin zonja, do doja që merrin këtë shishen, sepse kjo përgatisin për byrekun, në ngelet kos, i edhi muj e bëjmë dhallë. Dhe shoqërojmë atë byreku. Aha, moj Kati, vazhdojmë, flasim njësoj të dyja në të njëjtën kohë, të njëjtën fjalë. Tani, 2 minuta më duket se kemi? 2 minuta, shiko. Të dashuran visa, shikoni, unë ka vendosur gjalpin, dua që të më tretet, edhe këtë gjalpin do të hedh tek këto jufkat dhe do të vendos në furrë, do me thënë që jufkat të piqen. Do t'i rotullojmë 2 herë, do me thënë që të kenë nga të gjitha anët atë pjekjen e mirë, sepse ajo i jep atë shijen. Dhe t'ju them edhe gjë tjetër, nuk e di nëse jemi me kohë, që këtu kemi pulën që kemi vendosur të ziejë. Shikosh më nxjerrte lëngun e mirë, edhe lëngun e mirë, aromën e mirë, lëng të verdhë, nxjerrin ato pulat, të cilat janë pula fshati. Prandaj them që kur kemi pulë fshati, s'kemi nevojë të shtojmë asnjë gjë tjetër. Brenda thjesht atë gjalpin dhe jufkat
dhe na bëjnë shumë të mira. Është ajo tava tradicionale që do 3 përbërës, po shumë dashuri dhe shumë shije. Këto janë, Anila. Këto janë. Pullën do ta lëm edhe në zjerje. Ta kemi të ngrohtë neve lëngun, ndërkohë atë do të spërkatim E tregojmë edhe spërkatjen, me qënë se i kemi aq minuta kohë sa për ta treguar dhe kur të kthehemi do të vazhdojmë me... Është më mirë ta bëjmë kështu se sa ta hedhim copza gjalpi, sepse kur e hedhim copza edhe nuk, do me thënë, i bëjmë të gjitha me gjalp, por edhe digjet gjalpi edhe në nxjerr atë shihen jo të mirë, nëse hedhim shumë copza. E kuptoj. Ndërsa kur e shkrim, shikoni që ajo... Edhe shpërndarja bëhet më mirë. Ja, këtu ngeli pak, s'ka gjë. Ajo është gati e shkrirë, kështu që... Ja. Morën shkëlqim, morën shije, aromë, ndërkohë që dhe do piqen, do nxjerrim një tjetër shije. Shumë mirë. Kemi gati për në furrë. Okej. Gjithmonë furat duhet jenë të ndezura, do ta lëm për 5 minuta, do ta shikoni 5-7 minuta, e nxjerrim nga furra, e kthejmë edhe një herë tjetër, domethënë, edhe pastaj vendosim përsëri prap, që të marrin edhe nga faqe nga ana tjetër dhe i nxjerrim pulën, lëngun e pulës në furrë dhe shumë shpejt gati. Okej. Mirë, po tani një pyetje kam. Ne nuk na rrezikojnë që të na qullosen, sepse kur i vendosim në furrë bashkë me pulën, i bie që do duhet t'i lëm mjaftueshëm gjatë derisa pula të piqet. Anila, prandaj bëhet vërdisja, kjo pjekja e këtyre, prandaj bëhet zjerja e pulës përfundimisht, dhe kur e vendosim plot, dhe kur e vendosim në furrë, thjesht sepse këto nuk duan pastaj 15 minuta dhe janë gati, nuk ka nevojë që të qëndrojnë më tepër. Prandaj bëhet kjo pjekja e parë, që ato të ngelen të shkrifëruara. Edhe pulës do ta lyejmë dhe me pak gjalp sipër pulën, që pula pastaj të ketë tjetër shije të pjekjes. Do ta vëmë në mes të jufkave, do t'i hapim këtu dhe do vendosim pulën, edhe jufka tana shpirën. Do të thënë jufka do marrin atë ngjyrën e bukur e ardhë dhe do piqen, ndërsa pula do zihen shumë shpejt. Po prandaj të pyeta, pra. Jo, 15 minuta e heqim nga furra dhe e lëm të qetësohet dhe kemi gati. Okej. Mirë. Bëjnë shumë shpejt këto, prandaj bëhet jo para pikje. Nga rreziku që mendoj se mund të qullosen dhe të bëhen më të çuta siç duhet, i bëj veç jufkat dhe veç pulën. Jo zemër, sepse këtu ka vërdisje, pjekja do me thënë që bëhet. Ja, këto nuk e bëj si proces dhe ky është gabim që prandaj dhe qullosen. Sepse kjo nuk e lë të qullosen, i jep shkrifërim. Do ta shikojmë dhe do ta tregojmë. Ja, kështu. I vendosim në furrë po kat edhe kthehemi të dyja në kuzhinë pikërisht për të bërë një shkëputje dhe për të thënë se kur të kthehemi do bëjmë salatën, do përfundojmë jufka, do me thënë, do i tregojmë që ti përfundojmë, do përgatisim salatën dhe do fillojmë pastaj avash do shojmë edhe byrekun në çfazë do të jetë. Publicitet kemi tani, ju presim në kuzhinë në pjesën e dytë, qëndroni me News 24. Nëse po na prisnit, ja ku jemi. Nëse s'po na prisnit e prap erdhëm, se kemi tagatime për të mbaruar, kështu që është e premte. Katerina ka menduar çfarë të humbi? Jufkat? Jufkat më humbi. Na u dojgjëna? Wow! U bën ashtu si Po thoja që kemi 3 receta. Okej, e kemi tepruar pak me pjekje. Jo, nuk janë hiç fare. Jo, edhe mund t'i hiqnim 2-3 fije, nuk na shikon. Jo, Anila, kështu e duam. Kështu që nëse si juve në shtëpi. Ja, ti shikojnë ambisat. I kthiem nga njëra anë, i vendosëm dhe nga ana tjetër. Janë shumë të mira kështu pjekura. Po ta dini aromën që kanë, do më thoshni moj, nuk e di. To dhe kështu hajnë, ua sa shije kanë makaronë të pjekura jufkat, se nuk janë thjesht makaronë. Janë nga gjalpi, Anila. Unë dhe mi lëmë kështu. Do t'i bëjmë me pull pshati, me lëmë pulle. Duhet të dish një gjë. Kur to bëhen kështu, atëre nuk kanë rrezik që të qullosen. Atë që unë pyeta pak më herët. Okej. Shumë të shishme. Tani, marrim dhe tenxherën këtu. Më mirë, aty tani s'ka nevojë. Nëse kemi të mirë të tenxhere. Do vendosim në qendër. Të kthejmë që këto ashtu, që të na vinë këto që janë pak më të pjekura, të
të pjekurat poshtë. Të shojmë dhe byrekun kati se... Mule pak temperaturën, Anila. Mirë më duket mua. Se kjo herë vjen shumë temperaturën. Se kontrolloj unë pas herë, mos këmërak. Dhe po të thashe kontrolloj unë. Sigur që... Tani, të parë, neve vendosim pulën. Ja. Të dytën do hedhim lëngun dhe do të vendosim gjalp pastaj. Mbi pulë. Ma pëlqenë recetat sot, jemi tradicional. Këtë salatën po presta shoh si do bëhet, aty jam pak kurioze se... Që marrë të lugën tjetër, Mjanila. Qërë do? Lugën tjetër. Ke marrë të vogël atëm? E kemi andej, s'ka gjë. Në qatë mëse i gjej unë? Ne se shikon që i mua, hajde se... Mos u mundo. Sa da gjej unë t'i ke mbaruar? Jo kam mbaruar, po do t'a mbaroj ndryshe, s'ka gjë. Ja. Ma të doja të thoja, këtheja ashtu. Duhet të mbulohen? Të vi në mas. Në mas. Aq. Jo më tepër, se pastaj qurgosen. Ja. Do i vendosim dhe pak gjalp pulës. Pula është zirë me krip. Me krip, po. Pra lëngu i... Thash, nëse është pulë fshati, veç se me krip. Nuk ka nevoj për asë një gjë, ka shien e vetë. Nëse është, do me thënë... Pulë qyteti? Pulë qyteti. Ishte në aromatizues, okej. Por Por kujdes me kripën, doja thoja unë se lëngu i pulës pra do të përdoret në këtë rast, kështu që duhet të jetë në sasinë e duhur që mos rrezikojmë të na dalë një gatim i kripur më shumë se ç'duhet. Edhe që të marri, do me thënë, edhe shien e mirë tani pula, do t'i hedhim edhe pak edhe gjalpin dhe pak krip sipër. Dhe pak piper të kuq? Apo nuk e hedhë? Do t'i hedhë pak. Se ndihmon për të dhënë atë ngjyrën e bukur. Edhe ngjyrën, por edhe shien. Vetëm te pula, jo te jufkat. Te pula. Ja, tani e bën atë pak një maj. Aq, po. Edhe kemi gatë për ta vendosur në furrë. Pra tham, pasi zjerja e plot e pulës është kryer, e jufkat kanë kaluar një pjekje në furrë me gjalp, tani do t'i duhet vetëm 15 minuta për të qëndruar në furrë, të dyja së bashku dhe receta do të quhet e përfunduar. Do t'i nxjerrim, do t'i lëmë të qetësohen, madje do t'i ishte mirë t'i mbuloni me një pecet guzhine, kur i nxjerrim nga furra, që ato do me thënë të mos qullosen. Tamam si pilafi, pap një shumë edhe. Pa. Tani vendosim. Dhe jufkat, që është e vërteta, është një pjatë që duhet të konsumohet... Në moment. E vën poshtë? Po. Poshtë. Në moment, po. Do me thënë të gatuhet dhe të konsumohet brënda orës, vaktit të drekës, jo një natë përpara, apo shumë orë përpara, sepse ato do të trashen, do të thithin gjithë lëngun, dhe nuk do kenë atë shien edhe lezetin që jufkat kanë, që duhet kenë pak lëng, duhet jenë pak të shkrifta. Ndaj, për kaq pak impenjim sa kanë, nuk ka nevojë të përgatitet përpara, sepse jufkat duan vetëm 5 minuta në furrë, pula zien vetë, nuk është se do ndonjë përkushtim të madh, bashkimi të dyjave së bashku dhe thjesht koha e pritjes në furrë. Pra është një ndër ato receta të thjeshta dhe shumë të shijshme, kryesisht nga e gjithë familja, që ne i duam edhe i përsërisim her pas here. Pra janë pjesë e gatimeve tona dhe tuaja dhe për këtë jam e bindur. Ndërkohë që byrekun me presh ne kemi në furrë, do t'i duhet edhe pak minuta, në kohë reale do duhet të piqej diku te 40-45 tham? Po. Okej, ne do ta nxjerrim pas 10 minutash besoj, kështu që e sigurt që do të ketë kryer atë 80% e pjekjesh, sepse siç ne themi shpesh, recetat apo pjatat apo gatimet që duan pak më shumë kohë, i shpejtojmë pak, si i shpejtojmë duke rritur pak temperaturën, por ama të gjithë të sinceritetin që Kati thotë, që juve ju them me 180, po ne po që me 200 se na duhet të kapnim kohën, ju dëgjoni shpjegimet që Kati bën në teori shumë shpesh, sepse ne jemi në transmetim dhe do duhet që brenda orës 10 i kemi mbaruar të gjitha. Atëherë të dashura Andisa, siç e shikoni, këtu kam spinakin të cilin unë e kam përvëluar. Një herë, do me thënë, çdo të thotë përvëluar. Vendosim spinakin, hedhim ujë të valuar, e
edhe i heqim direkt, do me thënë i kullojmë, jo më tepër. Tani i kemi gati, këtu kam hedhur pak vaj, do t'i shtoj dhe pak gjatë. Edhe një thelpi hudhër kështu si që është plot, të aromatizojnë në këtë moment, dërsa hudhrën tjetër do t'a hedhë pasaj do t'a shikoni. Okej. Ma dje do mbaj pak, se nuk do të shtoj pak tjetër i ndyrë, do mbaj një 2 lukë, se do t'a hedhë në momentin e fundit. Okej. Nuk dua shumë i ndyrë për pjesën e kësaj, mos ta teprojmë. Të i ndyrën e aromatizuar. Është mjaftueshëm për të përgatitur spinaqin tani më. Spinaqi nuk do shumë kohë që të bëhet gati. Thjesht tani zbutet nga lëngjet që kishte pasur. Një 2-3 minuta sa kjo të na bëhet gati. Unë do të përgatis, do me thënë hudhër, këtë salsën që do të bëhet me mustard, vaj, me hudhër, lëng limoni, portokale, pra janë këto gjërat që mua më pëlqejnë dhe i përdor shpesh. Po. Shiko byrekun ti. Ika. Se është problem dhe e pjesë e byrekut. Mirë është mirë. Ta marrë mirë. Pjekjen sipër, po. Ende nuk është për gati. Gati mos ngutemi se kemi kohë mjaftueshëm. Në rregull. Kështu që i bëjmë shpjegimet siç duhet, se 2 gatime thjesht presim të na piqen, nuk kemi më gjë për të bërë me to. I hedh pak krip këtu te pjesa e hudrës që të Për çfarë? që mos të më ndihmoj në grirje. Mos të rëshkasin ato thelpijat, Po. të ikin sa ndaj këte. Më ndihmon pak më tepër se këtë do ta hedh kështu të freskët tek spinaqi. Atë Ndaj e paprika hodh. që i mënd. Po, se duhet të jetë kështu. Nuk e di, nëse nuk do shikojmë si do të eci koha, Po? se pastaj mund të bëjmë edhe me 1-2 speca, me djath, një domate. Bëhet një fërgesë e shpejt. Vetëm me një domate, 1-2 speca, pak djath, edhe pa, po duam i edhe vezë, po duam ashtu pa vezë. Nga këto recetat që hap frigoriferin, shet çfarë ka brenda, Recetë të shpejt. bën një pjatë aty për aty, shpejt e shpejt. Ja, tani e kam gati hudhrën, ja duhet kaq e imët. Pjesa e hudhrës, ta lëm këtu për momentin. Do shikojmë edhe për djathin, ta presim dhe atë në copza. Djathin e bardhë. Po, Okej, do marrim këtë pakon e pahapur. Okej, kemi djathin e bardhë, të lufrës, të deles. e vendosim atje më mirë. Cilën? Apo do këtë tjetrën? Ky është lope. Djath, një lloj djathi, çfarë tjetë? Këdo ti. Këtë duash ti, lëndorën tënde. Okej, të pahapur e kemi dhe këtë. Okej, atëherë hapim Unë këtë. do bëj salsën. Ta bëj këtu. Okej, do hap djathin. Tani do hedhim lëng limoni. Lëm portokalli. Këto kombinime tani në dimër, portokall dhe limon, edhe mustard më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Dhe pothuajse i përdor shpesh. Po, e vërtet. Faleminderit, E Anila. kemi vënë re. Nëse doni mund të shtoni edhe cipën e portokallit, hedh edhe pak. Në rregull. Edhe një Tani herë shtojmë edhe byrekun. salsën. Mustardën, më fal. Shtojmë edhe pak skrip. Edhe piper.
E heqim të farën, shiko ka qëndruar në pirun. Ta ka lehtësuar punë, Më ka lehtësuar. Kishte edhe pak fare vaj, sepse vaj në i kam atje, që kam djekur, do me thënë vaj, bashkë me gjelbë. Kjo bëhet një salë shumë e mirë, ja tani lidhet kjo. Ta lëmë pak aty. Të shikojmë edhe spinakin, që është bërë gati, heqim këtë hudrën. E s'ka gjë, e lë këtu. Nuk dua, do me thënë, spinaki të më zihet shumë. Dua të më ruaj ngjyrën dhe kam thënë gjithmonë sepse është kjo pjesa e ngjyrës. Si bëhet, nuk bërohet me kapak asnjëherë, ajo bëhet shumë shpejt gati, ja u tret, u bë. Jo ta teprojmë të bëhet diçka që... Tek ajo pjetanca, Anila, do ta hedh. Kjo këtu, a? Pritani, unë ta afroj këtë. Kështu më mirë. Pëlqen. Në kam shumë qef të salatat e ngrota. I duam edhe këto lëngjet që nxjerr spinaqi, nuk i hedhim. Ato janë shumë shishme. E spërkasim pak me hudhër të freskët. Do t'i hedhim edhe nga kjo Salca që përgatitëm. Shumë e mirë duket. Tani ato që ngele do me thënë duhet të shtojmë sobzat e djathit. Nëse do të hapë më shumë më thuaj, po Jo, ta s'ka shtaruaj probleme, me se të qese marrim për ta një përdorur thik tjetër që ta presim kështu, do me thënë. përsëri. Prandaj me kumbik, pra prerja klasike e djathit në sallat. Sa aromë të mirë vjen. Po, është kombinim shumë Po, pra, mirë i shumë spinaqit në këtë mënyrë. E ndoshta neve kishim pak më ashtu. Edhe shikoj njërë byrekun, ta lëmë dhe pak? Apo ta ullë poshtë, te furra poshtë, te... Nëse, Jo, mund ta lëmë edhe pak. Pret po, puna. mund ta ulim, Anila, ta heqi edhe këtë. E the vetë mund ta lësh Anila, se mos më thua pastaj harrove byrekun, se syt nuk i hodhe fare nga furra. Jo, kam besim të këty, s'ka nevoj që ta shumë. S'ka Pa nevoj. mbaruar salatën, nuk shikohet byreku. Hudhërën prapë këtu. Okej. Edhe që të më shijohet pjesa e djathit, i hedhim prapë nga kjo salca. Kaq me këtë lugën. Po. Se dua që të shijohet edhe djathi. Edhe nëse doni pasaj që t'i jim një pak ngjyrë, pak piper të kuq, nuk është se i bën dëm, që piperin e kuq shikon kur do ta hedhun tani. Se të ziun e kemi tek salca, tek ajo përgatitja ka dhe piper të zi brënda. Tigani këtu. Ajo pjesa e yndyrës që hoqëm veçmas. Që hoqëm. Do ta tresim aty. Ta ngrojmë, Ma që të pëlqen, po. ketë pak shije. Tu kemi gjalp që tham, pak Dhe gjalp. bë mirë që përdorëm të djathin e deles në fakt, se më duket sikur shkon shumë mirë me spinaqin. Dhe vjen dhe pak më i butë që i shkon sallatrave. Një ngrohje të lehtë, se nuk duam që të digje, thjesht një ngrohje të lehtë. Tani, këtu s'na duhet më gjëna, jo. Të lërojmë pak vënd, se kemi për të nxjerrë nga furra. E ka marrë ngjyrën edhe jufka, duhet t'i nxjerrim besoj. Ti shoh një herë. Ka ti mendoj që jufkat Ti kam lënë në furrë sot, Anila. shikoj një herë se mendoj që do na ngjyrosen më shumë se ç'duhet nëse vazhdojmë edhe i lëm. Ja do heqim pak këto anët këtu, që të kemi mundësi të nxjerrim edhe... Më shiko pak jufkat, a ti nxjerr nga furra apo jo? Po, Po.
Po, dhe janë pjekur shumë dhe janë thitur dhe lëngjet dhe s'ka nevoj. Ajo veprimi që thashë duhet bërë, tani që të na zbutin, prit, do të shikojmë tani me njëherë. Atëherë, që të lëmë të gjitha gatimet e përfunduara pranë njëra tjetrës. E shikon? Po pra të këto ngelen tani duhet të zhyten, po. Ato, në momenti që i nxjerrim nga fura, Mbulohen. ato mbulohen, do me thënë edhe zbuten. Të gjitha pecetet, po ne s'de mbulojmë se do duhet t'i tregojmë. Juve në shtëpi, kur e nxirri nga fura, me njëherë duhet të mbuloni me një pecet guzhine, të ketë pak lëngje, mos jetë e tharë plotësisht, që të ketë mundësi pasaj të dalin kështu, ja, shiko se dalin shkriferuara? Po. Ja, to janë shkriferuara tani, dhe nuk ngjisin, ja. Nuk ngjitin, e shikon që nuk ngjitin? Gjithë puna dhe sekreti është e kavërdisja atyre, do me thënë ajo pjekja e parë. Dhe tani që i bëjmë duke i zhytur pak në lëngjet e tyre. Bëjmë që të zbuten dhe të marrin atë shien. Jufkat e sipërme, që duken si të thata, po ndërkohë lëngjet në brëndësi, duke i mbuluar me një pecet, duke krijuar ato avujt e vetë. Si puna e pilafit. Ja, kështu do t'i jetë gjitha. Edhe nuk ato kanë atë, si tuash, tani, mundësim që të ngelin kështu si që. ndërkohë që ti shikon edhe njëherë byrekun, se kamerak mos na digjet. Edhe sallatën e kemi përfunduar. Sa rëmë të mirë ka, se unë porisi për pullës. Të shohim edhe një recetat këtë? Po, mund t'i shikoj. Se mendoj se është e shikoj. nevojshme që kur jemi drejt përfundimit, ose sa herë mbarojmë një gatim, që ju e shihni kështu të treguar në një pjatë apo në një gatimi, ndoshta nuk na keni parë nga fillimi, edhe mund të mendoni se si e kemi realizuar, me çfarë i kemi gatuar. Kështu që të marrë dhe një merre dhe unë le bëj recetat në ekran. Sepse do bëj pak dhall. Do jedh kripe kështu dhe do servir dhe një gotë dhall bashkë me Sa mirë e ke menduar, se është dhe e premte mos ta lëm kosin të hapur deri të hënën, e konsumojmë që sot. Le të lexojmë së bashku në ekran përbërësit që na duhen për të përgatitur një byrek tradicional me presh. Pra, na duhet për brumin 400 gram miell, një lug uthull, 2 lug vaj, 1 lug krip, ujë të vakët për mbushjen, 500 gram presh, 1 filxhan qumësht, 1 filxhan kos, 2 vezë krip, vaj dhe gjalp. Pul me jufka, 1 pul, 1 pako jufka, 3 lug gjalp, krip edhe piper. Salat me lakra e djath, 1 kg mix lakrash ose vetëm spinaq, ne kemi bërë me spinaq sot, 3 thelpinj hudhra, 1 lug mustard, 1 limon, vaj, krip, piper dhe djath të bardhë. 2 prej pjatave që sa po lexova, 2 prej recetave kanë përfunduar, pra jufkat me pul dhe salata që ka t'i po i shton disa fetëza limoni për ta zbukuruar, dhe në 2 minutëshin e fundit kemi kohë për të nxjerr byrekun nga fura, për të bërë dhallën dhe për t'ju thënë ju pafshim nga kuzhina jon. Unë pa e nxjerr gati se s'kemi më kohë, ndoshta do të duhet të qëndronte edhe pak për të pjekur nga poshtë, do ta rikthejmë në furrë përsëri, por le të themi që pamjen mëra një. Jo, s'ka gjë. Pamjen e ka shumë të mirë. Dhe nuk e kam, do me thënë, nuk e vë në dyshim që të ketë edhe shijen e mirë, sepse mënyrën se si e përgatitur me pat, do jetë pak krip. Po bëjmë dallë. Edhe ujë. Mos e mbushni plot që të ketë mundësi që të tundet, edhe se keni dhe do i servir albinës dhallë. Po unë kam dhallë të lufrës në frigorifer, dhe mos dhallë kam kefir. Kati do më bëj dhallë. Kefir? Kam kefirin këtu, kam dhe dhallë. Ja. Mirë, neve themi unë e di që ti po na bën ekonomi edhe nuk do që ne të shpenzojemi. Ta heqim këtë pullën këtë ja, byreku ne shoqërojmë gatimet. Me këtë duam ne. Sigurisht që edhe kosi i bërdall i lufrës vjen. Ja, shiko. Po me shumë shije. Edhe si gjalp bëhet sipër. U e mbusha pak si shumë në fakt. Po, tu ka pirë, kështu thonë, kur ke shumë me etje ose... Më iku dora edhe u mbush. Ska ishë. Duhet 1-2 gishta, do me thëmë poshtë, unë e mbusha plot.
Të lumshin duar. Tradita, Po, e kisha të manin, do me thënë bushi, plot. Ta mbyllim gati? Ta mbyllim, besoj se janë, do me thënë, këndshëm këto gatimet për ditën e shtun apo dhe të diel. Shikoni jufkat, shumë të mira, jo se i them unë, po vërtet janë bërë shumë të mira. Shikoni këtë salatë me shpinaq, vërtet shumë e mirë, shumë e shishme, me këto gjërat sipër nuk e keni idem sa kënaqësi do ju japi. Me spinaqin, me këtë salcë që përgatitëm, me lëngun e limonit, të portokalles, vitamina, shije, po dhe më shumë djathi, pra vitamina dhe proteina, proteina nga djathi, dhe gjithë vitaminat e tjera hekurin e këto nga spinaqi dhe nga këto portokalle dhe limoni, çat hani. Dhe në fund fare nuk e lëm, do me thënë, po aq të mirë dhe të shishëm, kemi të byrekun tradicional me presh, por jo vetëm, kemi hedhur kos, kemi hedhur qumësh, kemi hedhur djath, gjarp, vaj, petët që i hapën vetë, Gjithë të mirat, si hapen, gjithë të mirat ju kemi i pasë si hapen, do me thënë shumë e thjesht për t'i përgatitur dhe për t'i bërë gati. Dhe në fund kemi bërë dhe këtë dhallën që na ngeli kosi që përgatitëm byrekun dhe e kthyem në dhallë. Të lumshin duar, fundjavë të mbarë, të hënën vim të furnizuar me energji edhe me ide të reja në gatim. Faleminderit Katër. Kënaqësi e dashur. Është kënaqësia ime, si gjithmonë që ndaj këtë emision me ty, kam si thua një mrekulli këtu në studio. Të dua shumë, ashtu dua dhe ambisat e mia, do me thënë miq tanë që na ndjekin. Ju uroj një fundjavë të bukur, kalofshi sa më mirë dhe ju bëft mirë, mos hezitoni, përgatisni familje tuaj. Nga unë Katerina, miru pafshim. Dhe bashkë jemi pas pak, se tani është koha e publicitetit.